Janika Zahiti, Sevdije Berisha, Diana Castrati, Antigona Morina, Sadie Budini,
Hamide Magashe, Zeynepe Bütyçi, Sebahate Morina Sopi, Diana Castrati, Antigona Morina, Albesa Rudi, Hatiye Dina, Feride Prokshi, Giulietta Ukemi, Diridola Adena, Amanda Aliu, Hatiye Dina, Feride Prokshi, Araneta Zahidi, Sabiye Berisha, Sabiye Marciano, Ramona Marco, Diana Marco, Irene Turki, Nina Cirino, Hatiye Dina, Feride Prokshi, Araneta Zahidi, Antigona Morina, Albesa Rudi, Fina Jube, Amanda Aliu, Sabiye Marciano, Në një ditë shtatore, punëtorët teknike ngritën një tendë në oborin e kuvendit të Kosovës dhe refuzun të punojnë. Në shihen të ftoftë, grevistët mohun punën e tyre pa paga e kushte të dinjitetshme.
Edhe pse kompania punëdhënëse Shaf Berger e kuvendi e shmangën pajën të njëri tjetri, punëtorët aktiviste u a bën diçka shumë qartë, se ato nuk do të toleronin një pagë e cila nuk mbulonte as banat e vizitat e tyre te mjeku, nuk a mundësonte mbijetesën e lema një jetë me dignitet si kryefamiljare, e që nuk u a lejonte të pensionoheshin me krenari. Duke ja mohu shtetit punën e tyre jetike, në kuvendin shoqni, aktivistët refuzun se nueshmërinë e vazhdueshme prej kontratave të përkohshme e përbuzjeve në vendin e punës. Pas 3 muaj grev, Shaf Berger ndëshkoi grevistët me një shfaqje të marrueshme, me një kuvend ku për gratë flitet si objekte riprodhimi të cilat duhet të kontrollohen dhe ku gjuha homofobike është norma. Ata flakën sendet e grevistëve me thas bërlogu. Megjithatë, grevistët na mësun se çka është kesh kurajo, me të qunë kryt në solidaritet me njëra tjetrën e me na përball neve me një të vërtet hidhën, se shteti nuk na mbron, se përball interesave të tregut e korporatave, digniteti i punëtorëve e punëtorëve nuk është prioritet, se shteti amniston dhe mundëson vazhdimisht krimet ndaj grave dhe vajzave. Prandaj, gratë e revoltuara na tregojnë se transformimi nuk buron nga reforma, por nga organizimi kolektiv e solidariteti i pakusht në shërënjosjen e strukturave të shumëfishta të shtypjes që lëshojnë mbi trupat e grave në veçanti. Sot protestojmë kundër dhunës seksuale, ekonomike, fizike e emocionale ndaj grave dhe trafikimit të grave e vajzave, këtu e në të gjithë botën, për integritetin, sigurinë dhe mirëqenjen e të gjitha grave në punë, shkollë, shtëpi e rrugë. Ky marsh na bën thirrje t'i bëjmë ballë të vërtetës, se jeta e digniteti i grave në Kosovë nuk ka qenë e as nuk do t'jenë primar në sistemin patriarkal kapitalist e në të gjitha format të shtypjes. Nuk ka qenë kështu për grevistët, për Erona Cokrin e cila dhunshëm u vra nga ish-burri i saj në qendrën për punë sociale në Ferizaj, për Gjileta Ukellën e cila po ashtu u vra nga burri i saj në Pej vetëm 5 ditë më vonë, për gruan e dhunuar me aftësi të kufizuara në Gjilan, për të miturën e përdhunuar e trafikuar në Prishtinë gjatë kohës kur institucionet do duhet ta mbronin. Ngjarja tronditëse e përdhunimit të shumëfisht të vajzës 19 vjeçare në Kosovë, e cila ishte viktime dhunës seksuale dhe më parë, tregon dështimin e institucioneve për ta mbrojtur atë. Në vitin 2023, ajo u përdhunua në një strehimore shtetërore, ndërsa Rishtazi raportohet se është trafikuar dhe dhunuar nga më shumë se 10 burra. Ky rast është një pasqyrim i dhunës sistematike ndaj vajzave dhe grave në Kosovë, e ushqyer nga një kulturë e rrënjosur e përdhunimit dhe nga një sistem që dështoi ta mbrojë atë. Prandaj, të zemëruara e të zemëruar, le të marrim forcë nga përpjekjet feministe e t'i bëjmë ballë kësaj të vërtete, pavarësisht frikës. Frika është peshë që e mbajmë në trup. Frika na dikton kur e ulim zanin e kur e llogarisëm rrezikun para se me fol. Ky rrezik është i vërtetë, se nëse rezistojmë, rrezikojmë të hupim punën, sigurinë e komunitetin, rrezikojmë me mbet vetë. Sot jetojmë në skaj të një bote në krizë e cila kërkon prej nesh që të kuremi në vazhdimsi. Kjo frikë ka emra, frika të solidarizohemi me Palestinën, me gratë greviste e frika të revoltohemi kundër apatisë kolektive, ballë kulturës së përdhunimit e trafikimit, se nueshmërisë së vajzave e dhunës ndaj trupave dylber të racializuar e me aftësi të kufizuara. Sot, pushteti kërkon heshtjen tonë në këmbim të një përkatësie të rrem e asnjëherë ashtu siç ne e përcaktojmë. Por saja vlen të shesim drejtësinë për gënjeshtra. Historia na mëson se çrënosja e shtypjes kërkon që ne t'jekim dorë nga pushteti i rrem që na ofron sistemi kur bindemi. Gratë greviste edhe pse humbën dhe e dinin se çka rrezikonin me humb, prapë zgjodhen dignitetin e jo nënshtrimin, jo pushtetin e rrem. Duhet të marrim kurajo, të rikujtohemi se sa herë vendosim ta kapërcejmë frikën, do e gjejmë njëra tjetrën e njëri tjetrin. Forcën tonë e një të ardhme më të mirë ashtu siç ne e përcaktojmë. Sot le të zotohemi që të kultivojmë aleancë, të marshojmë kundër vajfërisë së grave, për drejtësi, për gratë rome, ashkalike, egjiptiane e të përkatësive tjera etnike, për gratë trans e queer në shumëllojshmërinë e tyre, për gratë muslimane që bartin besimin e tyre dukshëm, marshojmë kundër kolonializmit, gjenocidit e luftës, dhe të kultivojmë një kulturë të përkujdesit e llogaridhënies me njëra tjetrën, sepse dhuna nuk ushtrohet vetëm nga shteti. Ky 8 mars le të jetë për solidaritetin, jetën,
për kujdesjen e revoltën për njëna tjetrën e një botë të lirë, një qarje feministe kundër patriarkatit, kapitalizmit e fashizmit. Roft lufta feministe e roft marshi jonë.